a thuhet ensemble, ensemble, depuis des siècles. Gjithçka çfarë bëri Vjosa Osmani në një vit blokadë politike ishte një shërbim për lëvizjen vetëvendosje. Ajo, tani pasi partneri dikurshëm zyrtar politik ka siguruar votat e mjaftueshme për ta formuar vetë qeverinë, po synon edhe një mandat me zyrën që do duhej të përfaqësonte unitetin qytetar. Jo vetëm viti i fundit, por e gjithë historia 5 vjeçare e Osmanit si presidenti e vendit është parë me kritika si një rrugtim me qasje të anshme në favor të pushtetit të Kurdëve. Këtë ka dëshmuar në veçanti ky vit, kur betejë politike në kuvend dhe në gjykatën kushtetuese detyroi qytetarët të shkojnë edhe një herë te kutitë e votimit. Krejt befasisht, Osmani vendosi që 2 herë ta mandatoi vetëvendosjen për ta formuar qeverinë, ani pse kishte argumentin e fortë se kjo parti nuk i kishte numra. Por Osmani thoshte se kishin bindur që pas Kurtit që si kishte numrat, ata mund t'i siguronte Glauko Njusa. Dhe kur ndodhi si shpritej me një farë takimi fars konsultativ, për dallim nga propozimet e partive opozitare, ajo vendosi datën e zgjedhjeve me 28 dhjetor, të cilën e kërkonte vetëvendosje. Qëllimi ishte i qartë që nga fillimi, të mundsohej një terren votash me ardhen e diasporës me pushimin në Kosovë, te e cila shtrirja e mbështetjes dominon për vetëvendosjen. Qysh nga fillimi i detyrës, Osmani u shqua për veprime të kontestuara e të motivuara politikisht për interesat të Kurdit. Ajo shkarkoi kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Doka, një akt që u po i paraqytueshëm, por edhe më shkeli kushtetuese. Ishte në të njëjtën linjë me Kurtin kur nuk dekretoi Blerimi Sufajin për kryeprokuror të shtetit, të propozuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Dhe pikërisht ky prokuror dëshiron të bëhet kryeprokuror përkundër vullnetit të presidentes të Republikës, të kryeparlamentarit të Kosovës dhe të kryeministrit të qeverisë. Mos të bëj dekretimin e kandidatit të propozuar për kryeprokuror. Gazetarët ishin cakt i sulmeve dhe kërcënimeve gjatë qeverisë së Kurtit, por Osmani nuk mbahet mend të ketë reaguar vazhdimisht në mbrojtje të fjalës së lirë. Për më shumë, vetë ajo dhe bashkëshorti i saj hynë në vallën e sulmeve ndaj gazetarëve, duke i lidhur me terroristin Milan Radojić, apo duke i cilësuar si ndërmarrje kriminale vetëm pse raportonin për shpenzimet e tyre nga paraja publike. Heshti dhe arsyetoi sulmet e vetëvendosjes ndaj gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese me epitete të ndryshme. Nuk tha asnjë fjalë kur kryeministri sulmoi prokurorinë dhe gjykatat, vetëm se ato hetonin raste korrupsioni në qeverinë e tij. Nuk e tha asnjë fjalë për shembullin e keq të kryeministit kur refuzonte të shkonte të dëshmonte në prokurori për skandalin e rezervave shtetërore. Nuk e tha asnjë fjalë as kur Gjykata Supreme konstatoi se vendimet e ministrave në detyrë përbënin shkelje ligjore dhe edhe përkundër kësaj ata vazhduan të bënin të njëjtën gjë. Gjatë 5 viteve, përjashto muajve të fundit kur po e ndjente fundin e mandatit, mes dëshirës për një rizgjedhje nisi të përmend ushtrisë qendrore të Kosovës dhe krerët e saj që po gjykohen në Hag. Por me gjithë këtë histori, ajo po konsideron se përfaqëson një vullnet qytetar që të jetë në krye të shtetit edhe për 5 vjet. Vullneti qytetar formal nuk ka folur për punën e saj. Ajo nuk ishte në garë. Por nëse Osmani konsideron se vota për vetëvendosjen është votë edhe për të, atëherë i takon kjo pozitë. Në këtë rast, ajo nuk është dhe nuk do të ishte simbol i unitetit, por një shërbim i radhës për pushtetin e Kurtit.